Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhamedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi me dersin e 9 të kësaj serie rreth ndërtimit të muslimanit dhe karakterit të tij, dhe i fundit për këtë sezon, po jo dhe i fundit për gjithë me lejen e Allahut të lartësuar. Ajo që kam përzgjedh, që sonte me nda bashkarisht me juve, mendoj se është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme me vojtë si dert, jo me mojtë ders. Sepse vazhdimisht e kam thonë, vëllezëri, edhe s'po e tham këto për modestisë vallaj. Mi po kretë që tu çështje që po i trajtojmë këto, kretë jemi nevojtar për to. Edhe kretëve duhet më na interesua, kretë po përfitojmë për to. Unë për veti po përfitoj. Vallaj po gëzona shumë kur po vjen koha për me përgatit dersi, se po përfitoj shumë, edhe po i rifreskoj dhonat, informatat do po i lexoj ndoshta për herë të parë, e kështu që unë po përfitoj. Sepse janë derte të cilat na kapin gjithëve, s'është i mund ndaj tyre kërkush, as hoxha, as haxhia, as imami, as mezini, as takvoja, as ai pa takvo, domthon janë derte të kretëve. Se që të botë po jetojmë, pastaj bota o bo e vogël, edhe o bo sikur se me jetu me një vend të vetëm. Sonte do t'i trajtojmë së bashku disa problematika të cilat munden mu shëndrun problemet të mëdhaja, munden mirë po dhe mundemi që me i fut funksion tonin edhe të mirës tonë edhe avancimin tonë. Ato janë mediat ose media, pastaj rrjetet sociale, po edhe inteligjenca artificiale, kjo kohëve të fundit më që po thuj se e ka pushtu terrenin. Edhe sot nuk flitet për diçka tjetër më shumë se sa që flitet për inteligjencën artificiale. Çka na bojnë këtu? A gërshëtohet jeta jonë me to? Fetaria jonë me to? A mundemi me bëj jetë pa çto? Apo nuk mundemi? Ta shohim shkurtimisht me lejen e Allahut të lartësuar. Fillimisht, media, kur thuhet media, është për qëllim shpërndarja e lajmeve, e informacioneve, e ideve, opinioneve, dhe normal atyre që ja observon këto informata, donë që me i binë, se janë të sakta. Që do që t'janë ato. Ndërsa, rrjetet sociale është mjetet të cilat ja mundsoj njerëzve me i shkëmby përvojat, dijet, idejet, me bo shoqëri e kështu më radhë. Inteligjenca artificiale është ajo më që i ka të i kalu dhe këto, edhe për garancia, edhe për hapja, edhe për dërimi, edhe në shumicën e rasteve po bëhet bela inteligjenca artificiale. E tash, a mundemi me bo jetën për to? Më thjesht, une ditën a muj me e kalu pa rrjete sociale, pa mediume, edhe pa inteligjencë artificiale. Unë a muj me kalu. Nëse e kalej ditën, javën a muj me kalu, nëse e kalej javën, mujnë a muj me kalu, besoj që nuk ka dikush këtu prej neve që i kalën muji, kështu ajo llogaritja ma e gjonë, po themi, nuk i kalën muji pa kalu në përshtatëria. Edhe pse në rrjetet sociale jemi përshtatit. Mediat të kemi përshtatit, qofshin emisione informative, qofshin lajme, qofshin debate, qofshin diskutime, qoftë që të tjenë. Janë bo pjesë e jetës tonë, s'kemi ku shkojmë për tyne. Mirë, tash qa du të me bona? Unë si musliman. A du të me qëndru indiferent? A duhet me bon jetën tem pa media, pa rrjetet sociale, pa inteligjencë artificiale, edhe muj me zhvillu jetën, edhe fetarin teme pa tu, apo deshta, zdeshta, kanë më marrë tu, s'ka me pyt. Kërkan s'ka me pyt, edhe kanë me him nderë, pa e pyt. Ajo që përshijet është se s'po pështojmë kush për tyne. Desa muhabeti, shumica muhabeteve është rreth qytyne, sot neve më na pyet që do për një lajm të cilin e kemi marrë për rrjeteve sociale, gjithë kemi të njëjtin informacion. Pse? Sepse e kemi shfletuar. Çka kish postu filani? Çka kish ndodh e posh në Facebook ose në YouTube ose dikon tjetër. Që do të thotë se na u kanë bërë për ditëshmëri. Mirë, përdesa na u kanë bërë për ditëshmëri. A duhet me uqel dyrt? Edhe unë hajde bërëm. Çka do që të bëni bërëm? Apo do të më thonë ka dalë?
derën e kam të hapur vetëm për çeto. Tjerat, jashtë tyne që unë po i definoj, i leni te dera ose për ndryshe se ne hiç në derë temë. A do të më bëj kështu apo do të më javë dyrt edhe erë çka erë për tyne. Fillimisht, vllazni, kohat e hershme, a ka pos media, ose a ka pos gazetari, ose që të funksion që e kryen rrjetet sociale, edhe që teknologji, a ka qenë të kaluar në forma tjera, ka qenë. Nuk ka pos kohë vetëm se i ka pos mjetet e informimit. Për shembull thjesht, Musa alayhi salam kur e kalon ballafaqimin me magjistarët, çu ka thonë? Ka thonë po e lëm në ditën kur më lidhen këtë domon fesin kur kanë pasur ata. Edhe pastaj faraoni ka thonë lajmëroni të gjithë magjistarët, thuhet që me 4000 ose më tepër magjistarë kanë ardhur në ballafaqume. Musa alayhi salam që do thotë se u zhdosht një makineri që e sofistikuar për mi thirr gjithë ta magjistarët me mbledhjen e gjithë kanë qenë. Mirë, po çka ka funksionu forma e informimit. Pastaj edhe në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasallam, përmes me zgjat shumë historikun e format të informimit. Kohë të pejgamberit alayhi salatu wasallam ka pas media, ka pas gazetari, ka pas, po jo me kuptimin e sotit. Kush e ka luajtur rolin e gazetarëve? Rolin e gazetarëve në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasallam, periudhën mekase, e kanë luajtur poetët, magjistarët, gojtarët, ndërsa në periudhën medinase këtyne ju ka shtuar edhe një kategori tjetër që kanë qenë hipokritët dhe munafikat. Shumicën e lojmeve, shumicën e ndodhive, halo pa u kry mirë, e kanë shpërndarë munafikat. Sepse ata janë morë me lojme më tepër. Aty ju ka interesuar, s'po tham sot ai që mirret me lojme, është munafik absolutisht. Mi po flas për atë kohë. Sidomos lojmet e pari verifikume, lojmet e pasigurume, kush i ka shpërndarë munafikat. Sigurisht, dini e kësaj raste. Omer radiallahu anhu kur është bërë musliman, transmetimi më i saktë e Islamit tina është pak i gjatë, mirë po një insert i pjesës e historisë kur është bërë musliman, thotë Omer radiallahu anhu, pse unë jam bërë musliman s'po më rrej kërkosh. Që do thotë se kush është bërë musliman ju kanë shurë. Dajak, dikan e kanë myt, dikan e kanë rrej. Edhe i shkon njerëzën apo shtëpia, jam bërë musliman, thotë pse s'po del kërkush më rrej me mua. Edhe më shëllin, thotë, për me e bërë musliman edhe po. Inshallah si e bërë. Ase si ka thonë inshallah, po më i më që si e bërë, edhe kam shëllin, 1, 2, 3. Kur një tjetër thotë, a bashkë e bërë marak më rrej me njerëz apo? Thotë, këqë ku të më lidhen njerëz të qabja, shko filonit në vesh tu jam bërë musliman. Edhe e shetani. Edhe Omer radiallahu shkon i thotë filonit në vesh jam bërë musliman. Thotë, prej me anë, thotë prej me. Quhet, edhe me zonë, sa ka zonë. I thotë këtë me kazë, Omeri është bo musliman. Thotë s'ka shku, s'ku me thonë disa minuta së të këtë, dhe të vishë kur mua kanë mledhë njerëzit rejthit, dhe kanë fillu më rrej. Më sha ata, dhe e kanë nisë më rrej. Dhe i sa ka ardhë doja, e Omerit radiallahu anhu, kër e ka ponë këtë gjendje, ka hypë në të hijrin, ajo pjesa e qabës që është e gjysëm harku, edhe ka thonë, Omeri është me nëre temë, në besë temë, mos ma prekni. Edhe kër e ka marrë dikosh dikonin në besë, tani mo, janë rujt njerëzit e kanë rujt besë. Qa do me thonë me këto? Po do me thonë me këto që ka pos njerëz që e kanë rujt rolin e gazetarëve të sotit. Edhe në këtë pejgamberit alayhi salam, edhe Omerit ja ka shpërndar lajmin se orë. Po ky është kon ai gazetari asaj kohe. Pastaj edhe poetët që i kanë përdorur, i dhujtarët e Mekës që me i dol përballë pejgamberit alayhi salam edhe thirrjes tij. Për ata i kanë thonë, ti ke orë me poezi, i kanë thonë ke orë me magjik, dhe më thonë 2 kategoritë njerëzve të cilët e kanë luajtur rolin e informimit njerëzve të gazetarëve, edhe janë përdorur prej pushteteve të atëhershmit që me i realizu qëllimet e tyre. Dhe më thonë, kjo është sa i përket gazetarisë edhe informimit në kohrat e hershme. Pastaj, të ndërruar vëllezër, teknologjia e cila është zhvilluar shumë kohët fundit, kjo ka filluar më zhvillu më herët. Ndoshta i ka gjysmë shekulli, se më shumë se gjysmë shekulli. Mirë po është zhvilluar ngadalë deri në 2 dekadat e fundit, me anë. Të 2 dekadat e fundit ka fluturuar. Edhe ky zhvillim i teknologjisë i shpejt, nganjëherë s'tje pa fat edhe me marr frymë. Se lemo me mendu se a lejohet që kjo formë, ose që kjo mjetë, ose që kjo zbulem, a lejohet as lejohet, nganjëherë do vonë qas shpejt që po zhvillohet teknologjia dhe po zbulohen gjërat. Mirë po, prapë kur është pyetje fetaria jon, për me rujt fetarin ton, për me rujt tardhmen ton,
për me ndërtu vetën dhe me ndërtu të ardhmen e shëndosh në botën tjetër, prapë du të mi pytë senet. Sa bie ndesh me feja jo, a ma rrezikon mua fejen a jo, a ma rrezikon mua ahiretin a jo. Edhe kështu du të me pytë. Edhe absolutisht nuk është arsye me thonë vëlloj, po krejt njerëzit suni i kërkush kësaj. Sikurse, sot ka musliman, besimtar, të cilët mendojnë se nuk ka mundësi me shite dhe me blej parajtë. Shite to është me të mallit të dera, si atë së është e vërtet. Nuk tjetë e vërtet, lëdhë është pak ma shumë. Mirë po, nuk është e vërtet se parajtë nuk të shitet mallit, se këtë parajnë. Ose, së mund është minejt në fjallë të njerëzve, është e pa mundur minejt në fjallë, jo për ka njerëz që të në fjallë. Edhe pse, nështë shumica, sot nuk ju rinë fjallë njerëzve, qoftë për nëjë varë dakordimi për mja kry nëjë punë, ose nëjë porosien e diçka, mirë, po ka njerëz që rinë fjallë, lodhët ma shumë e që i rinë fjallë, po ka mundësi. Edhe sot me thonë qëre, s'ka mundësi ma me kontrolu mediat, ma thonë rjetët sociale, s'ka mundësi inteligencë artificiale ka po vetën, e ka po shtu neve, kështu që, çka të bojnë kretë dhe na, ja s'po të shtu. Sepse çka të bojnë kretë dhe na, nuk jemi na. Na duhet çka nuk na rrezikon neve. Fen ton, dinitetin ton, imanin ton dhe ahiretin ton. Edhe çka na rrezikon. Këto duhet me pas kriterna. Këtë doja le ta veprojnë, ose këtë doja le të vinë në rregull. Sepse kur ka dalë pejgamberi alayhis salam i vetëm Mekë me i thirr njerëzit në besim pastër, këtë doja ka ndryshë. Edhe pra ata kanë ka dole ti. Çerti babë babësh se ke pas kështu. E kështu më radh. Mirë, pastaj vëllezër, ka e morë me informacionit në? Ti, dhe mos se që ka ndodhë, qoftë në vend, qoftë jashtë vendet, qoftë në botën islame, qoftë në botën islame, ka e morë me informacionit? E morë me për medjave. Mediat të cilat e bojnë lajmin, e prodhojnë lajmin, ose artikulojnë lajmin. Pastaj si cila medje e bën lajmin si pas agjendave dhe rregullave që i ka. Edhe për ata, shpesh e lexojmë nëse ndodh dikon në botë që s'ka lidhje hiç me neve. Vetëm se e ka emrin musliman, nëse ndodh diçka keq prej tina, kanë me thonë filan muslimani e ka bëkt. Ndërsa e njëjta mendon për dikush që është musliman se përmenin me feje, përmenin me komsi, për shembull një francez të zonë ose një tjetër nacionalitet. Që do të thotë se ai e prodhon lajmin qësi forme që ka dhe agenda që i shtyjnë me to. Dhe parasysh, ndodh për shembull në Turqi, burri e vret gruan, mirë. Filani, Hasani ose Huseni, e ka vrarë gruan muslimani, mirë. Sa vrasjet ndodhin mes bashkëshortëve në Evropë. Kërkush nuk thot filan katoliku, ose protestanti, ose ai tjetër, ose ai tjetër. Jo, do të thonë ja përmend nacionalitetin. Pse? Sepse ajo është ushty agjenda. E kështu që edhe lajmin kur e marrim, duhet me pas parasysh që, do të thonë lajmi zakonisht prodhohet sipas agjendave të dikujt. Edhe sipas planeve të dikujt. E shumë është më rëndësi që muslimanët me prodhu lajmin. Lajmi është ngjarje, mirë po me artikulu muslimanët. A ke po këtu në vendin tonë, nëse ndodh një burr moshkull me vrarë gruan e vet, ose me ndodh dhunë në familje ndaj femrës, çish paraqitet mediat tona, shumicën e medjave. E paraqesin se problemi dhe armiqësia është mes femrës edhe moshkullit, që s'është e vërtetë, sepse po ndodh nganjëherë edhe femra me vrarë, domon gruaja me vrarë burrin, me tradhtu burrin, me bë kurth për mia vjedh parët ose edhe me vrarë burrin. Mirë, po ai që e ka përpunu lajmin, edhe ka përgatit lajmin, ai e shtyn një agjendë, për arsye se ai ka agjendë që me i hasmëru femrat edhe moshkujt, edhe mi bë dy tabore. Edhe na nesër me dalë si shoqëri që jemi në luftë me shkoj me femrat. Burrin, kujdes se e ki armik, se luftë jena me ta. S'jemi në luftë. Na jemi në luftë me krimin. Na jemi në luftë me kriminelin. Na jemi në luftë me ato i cili ban shkelje. Ke ku shkel. Edhe hoqë në sejat. Nuk është problemi mes grusë dhe burrit, është problemi mes kriminalit dhe viktimës. Mirë po, kur e nxjerr lajmin ti, e nxjerr çështu. Ndërsa kur e nxjerr ai tjetri, ai ka agjenda tjera. Që do të thotë se përcjellën agjenda edhe përmes lajmeve. Çarkullon një fjalë e njohur
thojnë këta studiusit mediave kështu më radhë, thojnë nëse një artikull të ofrohet falë, ty e di që ti e artikulli. Shumë e thellë është kjo fjalë. Të sot gjithë shka shitet me pare. Ideja së ne vlenë me pare ble. Nga njëherë ma i shtetë është plani për me maru shpijen se sa shpije. Ose plani për me zhvillu diçka se sa vetë zhvillimi. Pse se ideja paguhet, ndërsa ai tyje rrë 24 orë më të informu laj më të punë pa pare. Ka? Që do të thotë se ti e artikulli. Në këtë rast ti e artikulli, sepse aja është të dosh me ndërtu trunin tënë, edhe është të dosh me i palu informacionet në mendjen tëne qysh ai ka ndërtu edhe i ka artikullu. E tash kur jeti artikull e se ka derdhë dhe pse të shërbejnë pa pare, sepse ti e artikull në këtë rast. Në ti e, se një më të sa këti. Pastaj mediat, në përgjësi të ndrovlës, qoftë në botën islame, qoftë në botën islame, janë dy lloje, ato besoj që i keni parasysh gjithë, janë media profesionale, të cilëve ju intereson me nxjerrë të vërtetën shesh edhe me informu njerëzit drejt. Këto janë të paktë, për mendimin tim, janë të paktë. Ndërsa shumica e mediave janë komerciale, përfitime, materiale, ose përhapjet ideologjisë, ose shpërlamjet trunit. Qaj që i thot hoxhës, se hoxha t'ja shpërlo trunin njerëzve në xhami, ai është të përdorë diçka tjetër për më shpërlo trunin. Mirë, ai që e ka televizionin, ai që e ka gazetën, ai që organizon debate, ai s'u dosh me shpërlo trunin dikujt? Ndërsa unë qysh e shpërloj trunin muslimanit, i cili ka ardhur me ndëgjuni ligjërat në xhami që është musliman, edhe i pranon gjitha referencat, për referenca Koranin, Sunetin, fjalët e shokëve të pejgamberit alayhis salam, mësimet e Islamit, unë s'kam nevojë me shpërlat trunin, unë kam nevojë vetëm me i tregu se çto janë mësimet, por ndryshe ai nuk e ka trunin e përlym që më shpërlan. Ndërsa, shumica e këtyre mediave bojnë shpërlamje trunit, edhe e sheh qysh i artikulojnë lajmin, qysh i sjellin debatet, ftesat që ja bojnë njerëzit, pastaj vetë kombinimin e panelistave që bojnë. Në kur dojnë me shutu dikanin, ose me nëzonë ngosh dikanin e sjellin dikanin i cili nuk është gjendje mu artikulu mirë, edhe ja sjellin për ballë në 4-5 që veç e shutuj. O qysh ndodhë? E këto du të kemi parasysh. Andaj do nuk du të mja hap dyrt, edhe me hanë, qëfar do debati, qëfar do fjale, qëfar do konkluze, qëfar do analize që bëhat, vëlloj që ka thënër. Mirë. Pastaj, e përmendin shpesh sociologët, po psikologët, një fjallë të ministrit Hitlerit. Se dhe ja këni të gjuhë për ta ju, emre ka pos Josef Goebbels, ministri informacionit ka qenë. E ka pos një frazë interesante, ka honë raj, apet raj, derisa të i bëndësh njerëzit se është e vërtet. Që kjo është një formë e shpërlamjes të trunit. Njëherë e përmen rënën, e përmen për zdyti, e përmen për streti, fillon pastaj dëgjuesi edhe pse në fillim e ka pas bindjen se është rënë, fillon me bashkëtu me ta. Edhe çka, faza e parë valla ka diçka këtu. Masi është fol ka diçka. Edhe një herë i vjen rëna, ja këtu garant ka. Edhe pastaj bindet. Edhe për ata e kanë përmend këtë formë që gënje, pastaj gënje derisa ta bindesh njerin se është jeta thonë vërtetë. Edhe ka mundësi mu bin njeri, ka mundësi. Neva na kanë ndodhur me i qel disa portale të lajme me thonë hajtë të këshysh që ka të rajt. Atë kanë ndodhur ty, mu më kanë ndodhur. Hajtë të këshysh ka është të rajt. Unë e di që është të rajt, mi po ja lexoj lajmin, që do të ke? Kjo i tregon që une, edhe pse po i tham që është të rajt, e kam një vardozet besueshmërisë të këta. E ka dalë duke i lexuar rranat disa herë, pastaj shkon të urrit kjo dozë dhe dikur fillojmë me i besum të pavërtetat si të vërteta. Për shembull faraoni. Aja ka shpërlo trunin njerëzve. Vështirë është dikush me orë si faraoni me shpërlo trunin. Llogarit ti njerëzve ju ka thonë qëre Nili rrjedh me urdhrat e mia. Kush e beson këto? Njeri normal, a e beson këto? Thënë, ajo është proces natyror që Allah ja kalon lumit me rrjedhët e poshtë. Po s'është dikush që e shtin me rrjedh lumin. Mirë, për çështë ja ka shpërlo trunin, ka unë qëra, përshë Nili, du një thamë rrjedh kjo rrjedh. O, po.
Unë jam Zoti juaj, ju ka thonë aty. Po, mire, Zoti babës tanë, o faraon edhe baballarëve tënë, kush u kanë? Baballarët e tënë edhe baba jot ka jetu kur ti si e kanë. E kush të thonë Zot këtu pra? S'kan mujt as tom ja thonë, se u shpërlo truni. U shpërlo truni edhe vazhdimisht u përdor metoda të ndryshme për shpërlamin e trunit. Edhe për ata domethënë sot më shumë ti që akuzohen në xhallar thonë se po i shpërlojnë trunin njerëzit. Kujt po shpërlon trunin? Ati i cili e beson Kur'anin, e beson fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, i beson pejgamberët, i ka kushtet e imanit, i ka kushtet e islamit, e din se namazi është obligim, e din se haxhi është obligim, zakati është obligim, agjërimi është obligim, zahatin më thon, çka më shpërlo tru këtin. Kë ka trunin e pastër. Ti veç kam nevojë me i kallëzu që duhet çike. Por ndryshe, trunin kam nevojë me ia shpërlo atij i cili i është ndot truni me çse informacione të rreme dhe të kamuflume. E zakonisht, ai që akuzon për diçka, që ato të njëjtën, parafërsisht, është të e bo vetë ose sillet që të pari. Tregohet ajo shtosi, që sharak, kur ata dy qurrat, jenë konë të hangër me një pjatë, pasol të dytë. Edhe njani dhe tjetërit, mësi merë ka dy lugë ati. Dhe të ku po më shetët, unë jem ti morë ka dy. E garantë dhe ti e ti morë ka dy. Ajo që jemi akuzu vazhdimisht, se për më mbulu muslimanët morin pare, e që su gjenë deri sa të haloh, ku është ajtë donacion se kretë pa të më mbulu edhe disa meshkuj, edhe më falë në gjamije me shumë jekra, merë një pare, ku janë sëtë? Mirë, dikujt ka shpërlo truni edhe halo me nënështë. Edhe halo me nënë që për i meti kush je pare qështë. Pa ku ma kish kalu be muë, sa njeri është, që i javnin erën pareve, ku mi disa kilometra lartë. Ku kisha mujt një kalun atina? Ku kisha mujt një kalun atina? Mirë po kështu, e mirë, masane du që këta shikon të morë pare. Edhe shpar pare? Pare të pista. Dole njerëz të cilët artikulojnë lajmin edhe produojnë lajmin, dolen që janë bashkëndor me armisht e këtij vendi, këtij populli. Ndërsa neve na thoshin, po merrni pare. Pse po folna që është fol baba jam edhe babgjyshi jam më herët. Edhe po mbluhet gruaja ose vajza jam, çu është mblu nona jam edhe gjyshi jam më herët. Ma kanë marrë para ata për dikujt jo. Pse na tash të marrë para? Për arsye se ai vetë shkon të usjell ç't rreth. Vetë shkon të usjell ç't rreth. E kjo domosdoshmë është ajo që edhe pse akuzohen xhallarët përkundrazi kanë të bëjnë me dy lloje të trunit. Truni i pastër që s'ka nevojë as me las me shpërla. Veç ka nevojë me kallëzu atina, që nëse e ke mësuar shahadetin do të mësoj namazin. Sa dhe namazi është pjesë e fesë. Nëse e din namazin që duhet më fal, se din që duhet më fal, se din që duhet më fal jam mësoj. Edhe truni i dytë është ai truni i cili ka jetuar në përgjithësi ambiente Allah. Në përgjithësi ambiente që sikur ambientet e faraonit. Mendon që për me faraoni e shtin lumin në merrjell ose shumë fenomene dhe dukurin natyrore i bën filoni e fisteke ai tjetri. Kjo normal që kanë nevojë shpëlot trunin se e kanë blloku trunin. Pra ta Musa alayhis salam është mundu me i çliru trunin e popullit të faraonit, po s'ka dosht Allah dhe s'u çliru trunin tyne edhe i ka marrë deti. Edhe pejgamberi alayhis salam ditën e ka bën. O njerëz, veç bëhej musliman jo. Apet keni me jetu me familjet e juaj, me pasuninë e juaj, me postet e juaj, në vendet e juaj, vetëm bëhej musliman. S'ka ku gjë diçka më tepër këtu. Ja. Ka orë me në nxjerr për fesë baballarëve tonë, gjyshave tonë kështu më radhë. Ndërsa pejgamberi alayhis salam çka ka ardhur? Ka ardhur me nxjerr njerëzit prej skllëverisë ndaj njerëzve, edhe të qenë të rab ndaj njerëzve dhe epsheve edhe krijesave tjera, mu bë rab vetëm i Allahut të lartësuar, edhe u kri lirohesh prej robërisë, bash lirohesh. Bash edhe lirohet. Mirë, po problemi është atij i cili jeton në kësi ambientet në dytuna, ose ato gjallësat e ujit, që janë mësuar me jetuna për ujë, muçale dhe ujrat të ndyta, kur e qet në ujë të pastër ai ngurt. S'u mësuat. Nuk mësuan ato ujë. Në ato me jetu. Mirë. Mon kjo është të ndërruar vëllezër sa i përket lajmit, që është shumë më rëndësi se prej kujt e marrim lajmin, qysh e marrim, sidomos ai i cili ka urrëtie për Islamin e ushqen urrëtin e tij vazhdimisht për Islamin, edhe ai po na i sjell një lajm për Islamin neve, ose edhe nëse e lëvdon nganjëherë Islamin. Thonë që nuk është lëvdat. Ai i cili ka urrëti për Islamin edhe e lëvdon filanin se o të bëj Islam të mirë, edhe është zhvilluar Islam të mirë, çka do të bëni? Është mirë të ecë.
Mirë, pastaj, vëllezëri, kur jemi te rrjetet sociale ka shumë çka të flitet. Vetëm ona psikologjike e tyne është një çështje shumë e rëndësishme që ja vlen trajtohet, o nuk ka mundësi mu trajtu për ne me një nej ose me një ligjërat sikur se kjo, mirë po unë nuk do ta përmendi shumë këto, ona psikologjike, sepse është temë vetë, është shumë e rëndësishme dhe tek e fundit nuk jam ekspert i fushës, edhe do në analiza pak më të thella. Mirë, po a kemi kriju varëshmëri, një pjesë e madhe e shoqërisë? A kemi kriju varëshmëri për rrjeteve sociale? Kemi kriju. E çish është kjo varëshmëri? Pastaj kjo ka shpjegimin vet. Unë vetëm do t'i përmendi që rrjetet sociale mu përdor mirë. Mu përdor me rekomandimin e ekspertëve, e njerëzve të mirë. Mundën me në ndihmu shumë, me në lehtësu jetën shumë, sepse janë metodë mu njoftu me përvoja të ndryshme, me ide të ndryshme, qoftë për jetën, qoftë për biznesin, qoftë për zhvillimin, qoftë çfarë që tjetë, për mësimin, studimin, holumtimet e kështu me radhë, qoftë me ndërtu lidhje me shoqëri të re, shoqëri të mirë. Mirë pa, ka mundësi edhe qëto më kanë të dëmshme, ka mundësi me rënë kontakt me përvoja të dëmshme, ka mundësi me rënë kontakt me shoqëri të dëmshme, ka mundësi me rënë kontakt me ideologji të dëmshme. Sot shumica e ideologjive që janë të dëmshme për islamin e që dalin prej vetë muslimanëve, për kujt i marrin? Pyetiti ata të cilët e shtrëngojnë islamin edhe interpretojnë islamin çka nuk shkon me islamin edhe nuk i përket islamit. Ku i merr këto informata? Kush t'i ka thonë ty? Krejti kanë media. Krejti kanë në rrjetet sociale. Nuk e ka dikush që i ka shkruar hoxhës për para, edhe u shtur para tina, edhe e ka pyet, edhe ka diskutuar me ta, edhe e ka shtruar problemin. Që thotë se çka ka rënë kontakt me shoqëri të keqe, edhe nëse ai i thot vetit hoxh ose alem ose çka do që tjetë. Mirë, unë do t'i përmendi disa problematike që janë të cilat nuk duhet me ekzistu në jetën tonë si musliman sa i përket rrjeteve sociale. E para, rrjetet sociale po krijojnë personalitete imagjinare. Ja bën aki dikush që s'është kërkuar hiç. Përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes viusave, qoftë përmes lajkave, qoftë përmes shikimeve, klikimeve, sa të thuj çka dush, edhe bëhet personalitet. Dikush është ai. Di sa njerëz të pëlqejnë ato. Di që këtë bota e pëlqejnë. Mirë, po mua ajo që po më intereson është a e pëlqejnë njerëz të fushës. Unë e kam kriju shariat. Me ardhë 1 milion vetë të cilët s'kan në shariat, dhe më livdu mua. Qa është kjo? Kjo nuk është lëvdat. Kjo nuk është lëvdat, absolutisht. Lëvdat është nëse vjen një person, vetëm një, që është ekspert i fushës edhe flet mirë, vallahi thotë penjof ka drejtimin. Që kjo është shumë më e rëndësishme se sa 1.000 vetë me të livdu të cilët s'marrin në zanatët. A ke poj, për moment në 20 minutat e parë, sa e poston videon, sa e poston dersin, sa e poston shkputjen, i banë me njëherë ja kalem një mishi. Qa ka lidhe një mishi? Qa ka lidhe këmi? E qëtë formë, pastaj rrjetet sociale po ndërtojnë personalitet imagjinar. Kjo është i madhë. Pse është i madhë? Sepse videot e ti këtë dënjoj e kështu. Prekojt, këtë kanar kështu. Prekojt këtë formë e motë në kështu. Prekojt. Kjo dëmonë është ai rreziku i rrjeteve sociale. Që shumë duhet me pas parasysh se nëse marrë me diçka të rëndësishme, që s'më ka të më të rëndësishme se feja jonë, atë për kujt për marrë. Kush është kë? Kush është kë? Apo mos pëndodhë, sikur që pëndodhë në raste, njerëzit që vazhdimisht flasin kundër dhunës në familje, vetë mas likohet shkurt, arrestohet, ose dhe dënohen për dhunë familjarëni. Mas kujt të kush e konë të shku. Ose ai i cili shpjegon fenë, i mungojnë gjitha ato shpjegime në jetën e tij dhe në praktikën e tij. Pse unë më e marr atë? Pse unë më e bë personalitet? Pse më bë referencë temë atë? Edhe kështu pastaj krijohet një personalitet, një alem, një thuj çka dush, një shkencëtar, një gjitholog, imagjinar, kur se ka po, as se din kush është, as te kanë, as sa ka bagazh të dijes, as ku ka mësuar, as çu ka mësuar, por rëndësia është se krejt dynjoja e përcjellën atë.
E kretë dëjonja, pastaj i thua Allahu ditën e gjykimit, unë kam shku më ra paqëti se këtë dëjonja ai ka shku. Ose është e vërtetë që këtë dëjonja, po çështoj duhet këtë dëjonja. Mirë. Problematik tjetër është mundësia në rrjetet sociale që çdo kush më shkruaj. Kjo është dashur të dikujt të duket e thjeshtë, po secili ta shpreh mendimin e vet. O vëllazë, shpreh mendimin. A mos shpreh mendimin brenda kufive dhe mundësive edhe zhvillimit që e ke. Me orë ti, për çështje të fesë, me folë për një mesele që kur se ke një dhe me thonë vëllë mua marrë mene qështu. Po cila mene be ty ta merë, ku është ajo mene? Ku e ki jetë mene ti? Qysh po guxon me folë kështu? Edhe pastaj çka? Bëhet i barabartë i dishme dhe i padishme. A pse secili ka drejt me shpreh mendimin e vet. Ka drejt me shpreh mendimin e vet, veç për ç't drejtësi që me shpreh mendimin edhe fol çka dush, pastaj është një llogari në ditën e gjykimit. Është një llogari në ditën e gjykimit. Sepse dietarët e kanë përmendur atë rregullin që kush flet për fe pa dije, ka gabuar edhe nëse e ka qelluar. Gabim e ka, në gjëna auto i, edhe nëse e ka qelluar. Edhe tash çka? Barabartim. Pastaj një pjesë e madhe e atyre që i kom vrejtone, për shembull, që tentojnë me ngjëros disa hoxhallar, se këta janë me demokraci, këta po e dojnë demokracinë, me të njëjtin sistem e luftojnë hoxhën. Çfarë do të thonë demokracia? Demokracia vetë ato thënë, është që mu barazoj i dishmi dhe i padishmi. Mirë, e ai që i ka kryer 20 vjet shkollë për fe dhe ky 20 ditë nuk i ka mësim të fesë, të barabartë me dalë masanena dhe mushtin njëri me tjetrin. Ç'kjo demokracia? Domthon ti po më lufton diçka me të një, domthon po lufton diçka me të njëjtin sistem. Mirë, po kush i ka marrë këtë komoditet? Ja ka dhënë. E kanë dhënë rrjetet sociale. Pse? Sepse filan hoxha, e cili ka shkrim me 10 vjet mendje në dije, i ka 1000 vjusa, ndërsa ai i cili i ka 20 ditë të plot apo në kisi i ka për fe, edhe ai ka 1000 vjusa i me në njëjta. Që sa më gojnë mua dhe ty. Mirë, çat demokraci që po i lufton ti që ton pikërisht që ton ju të aplikuti. Sepse nuk ka mundësi Allah bëhet kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Qysh ka mundësi vot Allah? Qysh ka mundësi thuaj aty, ka mundësi me mu bë borë asaj që din me ai thotë s'dem. Qysh ka mundësi? Feja është e qartë, mesela është e qartë, nuk s'ka nevojë mu lullë me mësu. Nuk ka pas nevojë Omeri 8 vjet me nejtë Bakare, se feja është e qartë, për 8 ditë do shmi morë vesh këtë Bakaren edhe Ali Imranin, Nisa në gjysën e Koranit, si pas ty. Omeri bëtë jo, vëlla, s'm kanë dalë mu 8 ditë, 8 vjetë s'm kanë dalë mu me morë vesh surën Bakare. Ndërsa këtë, ja, 20 vjetë i ka që pashtë, feja është e qartë, meselit janë qarta, edhe çka pikërisht me pikpamje demokratike i lufton hoxhallarët të cilët ai i ngjëros me demokraci. Këse. Kjo mon një rezultat shumë i keq për ata të cilët i ka pru media, rrjetet sociale, këtu ku i kanë pru. Mirë, gjithashtu problematik tjetër vëllazëni është barazimi atyre që dinë edhe atyre që nuk dinë, këta e përmendëm edhe më herët. Mësët kur do të me morë diçka në rrjetet sociale, ku të shkon mendja Allah ile? Mos më përgjigj mua, përgjigj vetë. Kanë të shkon mendja me lexu dhe me shiku çka ka thënë. Atë ngri zemra çaj që del më shpesh, çaj që fol më shumë, çaj që ka vjusa më shumë. Çka mendja apo? Çka mendja? Ose shumica si shkon mendja. A e bën asë bën tani tjetër, mirë pa çka mendja. A është në rregull kjo? A është në rregull kjo? S'është në rregull absolutisht. Për arsye se me shumicë, thamë më herët, me vjusa, e me subscribe, me like, as matët dia, o vësi. Matët, ajo elikoenca, edhe të folurit e mirë, do mos e ju ka pëlqyer të folët edhe njerëz po e dëgjojnë. A për ndryshe, dia është diçka tjetër, dia matët me diçka tjetër. Për ata, një rast po e përmendi këtu, së dia e kom përmendur më herët, kur ja kanë bë një provim Imam Buhariut radhiyallahu anhu, po tham, edhe pse s'është sahabe, po kanë herë sprish punë. Edhe për ata që janë sahabe më thon radhiyallahu anhu, pse nuk është praktik me thon për ta, po sprish punë kanë herë. Kur ja kanë bë një provim dietarët e mëdhej në Bagdad. Janë mbledh krejt Bagdadi thuaj se me dëgju Buhariun. Edhe tash 10 dietar, secili ka 10 hadithe, 100 hadithe. Mirë po i kanë rru zinxhirin e hadithit. Këtë zinxhirin e hadithit e kanë shtitë ai tjetri. Këta e kanë marrë, kanë pru të kjo hadithi. Edhe tash,
Po e shohin se Buhariu, a din me dallu këto a jo, që pja përzin zinxhirin e transmetimit. Edhe thot Buhariu, i thot transmeton filoni për filoni sa hadith. Buhariu thot nuk e di këtë hadith. Ata kretë e turma e madhe e njerëzve, po së të ka kërgjohë kjo? Këtë hadith e dim në kësë pedika. A ata nuk pedin që Buhariu, zinxhiri transmetimit nuk përputhet me këtë hadith, për ata se diju në kështu, e di në ryshe. Mirë, hadithi tjetër, djetari parë dhët hadith e Buhariu për dhëtë si diju në këtë hadith e 10. I dyti e 10, i treti e 10, ju bane 100 hadithe, 100 atë pëdhët si dije Buhariu. Mirë, në synin e mosës gjënë, aty në që i bojnë lojka, edhe që i bojnë vjusa, s'pas ka ku gjënë të. 100 hadithe, gretë gotin a i dim kësë pedika, mirë po në synin aty në 10-ve, që ne vjusi ty në është sa 10.000 të aty në turmës të madhe, aty veç rritë i Buhariu, në synin e ty në veç rritë i Buhariu. Tha, kjo është alim. Na qëllimisht je përshjellum hadithet. Mirë po kjo na tregoj neve që unë e kuptova që mi përshjell hadithet, edhe çështo hadithet nuk janë, si di kështu hadithe. Edhe tash filloi Buhariu me i thonë, që ky hadith që e lidhe me çet zinxhir, ky zinxhiri është aty hadithit, ndërsa ky hadith ka çet zinxhir çto, ha. Tash fillon me kuptua ta mos ai që, të kam punë diku tjetër. E kështu që domthon dija nuk motet me numra me shifra. Dijen e vlerësojnë njerëzit e dijes. E kështu më thonë. Mirë, mos gjatë shumë. Pastaj vëllezër, është krijimi i figurave jo korrekte. O dhe jo të sakta. Mirë, ku e din ti çfarë hoqë është? Ku e din ti çfarë bagazhi dijes ka? Po thoj ke njani që përshpjegoj. Që sa vjet e praktikon kë, edhe i ka dëgjuar xhallar që i ka pas vazhdimisht ka me ta. Edhe një herë ka lezuar, vallai bëj çështën e hoq, ketë më ka dallashit. E kum niç. Po për herë të parë ka dallashit që 10 vjet ti të vazhdon çfarë, edhe që 10 vjet në konsultime me xhallar që i ke ofër. Çka të voti? Dikon që se një, asë di bagazh, asë di kush është, të ka hutum. Edhe kështu pastaj rrjetet sociale, vallai çfarë po fal kë. Sponal ka të full. Ai vlerësimi më i famshëm është sponal ka të full. Mirë. Problem tjetër vëllazë është marrja informacione nga njerëzit e panjohur. Kjo është shumë problem. Thot njëri prej tabiinëve s'u kujtohet emri i tij. Thot, ka kalu një kohë e sahabëve dhe tabiinëve kur nuk i kemi pyet njerëzit se për kaj keni marrë këtë informatë, ose këtë hadith. Sepse e kemi ditë që njerëzit nuk rajnë. Kur ka ndodhë thot fitnet, edhe ka ndodhë devijimet të muslimanat, edhe kanë fillu njerëzit me shpif për interesat në ngushta, thot ju kemi thonë njerëzve, tregoj njerëzit. Tregoj zinxhiri për kujt e ke marrë të. Nëse janë njerëz të besueshëm e marrin fe. Nëse s'janë të besueshëm, se marrëm këtë hadith dhe këtë meselë të fesë. Çfarë do të thotë? Duhet me ditë kush është ai. Edhe pikërisht dietarët e hadithit pse janë lodh? Janë lodh me i përmend zinxhirin e transmetimit, të haditheve i përmend gjitha të transmetues për të treguar se që ky e meriton me marr prej tina, që ky se meriton me marr. Edhe tu i njoft ata mirë, na si njohmi sot. Ishtë një hoqë, vëlloj nuk e dija, ishtë ka Anglia, ka Britania, po folke herë anglisht, i kishtë do lëgjohë, ka, Allah. Qysh më Allah, një konsult për në i për biznisit vogël, si shdosh me marë për tina. E lej ma me marë të i fejt. Se di ka ishë, nuk e di kështë krim sos, di qysh, nejna dë. Thënë, gjithë shka në mjegull, gjithë shka të paqartë, edhe dënë me ndërtu fejnë me ta. Edhe ta një thu se feja është të rëndësishme. A meriton kë mu kanë pjesë në ndërtimit tonë? Së meriton, mirë po ja që dikosh e bën pjesë të jetës vetë. Pastaj, rrjetet sociale kanë ndiku në rritjen e sëfarësisë fatkeqësisht. Nuk po flas për bamirësitë dhe punët e mira, po flas për njerëzit të cilët dinë më mshef në rrjetet sociale, ndërsa në jetën reale janë koko. Sa njerë nga dhëmës të kësha një fillonin për sahërni, të më kishmet ajo pomja që që kom taku në rrjetet sociale. Po thonë, mashallah, me shkru e kështu, kur nuk takomi mirë, dim mërë. Mirë, po me bo më na prejkë pak, ose kur takomi fizikisht, ishu. Që do të thotë se, këtë tjerë njerëz, në rrjetet sociale tjerë njerëz jashtë. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë se të disa njerëz, të disa musliman kanë ndiku në rritjen e sëfarësisë, në rrjetet sociale, Allah në rritë. Edhe ruhët, shkruan mirë, këshillën mirë, mashallah. Me boni vrejtje mi adhamun. Të lëshuat në privat të aneshe. Thonë që kom e di qka, që të ka ndodhë me to. Pastaj është një problem tjetër, vëllazëri, është shpërndarja jetës private.
Allahu kalon diçka privat me jetën tonë. Te kini jetë gjanë. Mi po i ki disa segmente dhe disa pjesë tjetës tone private. I ki disa sene me gruën që asë të mija si merë vesh, së du të mi marrë vesh. I ki disa me thmi që asë gruë së du të mi marrë vesh. Mirë që të këtë dy mi marrë vesh, pas taj po ndodhin problem. Pse? Sepse në privatësim tonë, që du të me pas vesh, informata du më konë vesh mes dy njerëzve, po i fusim këtë dy njonët. Dhe pas taj s'po me isma abeti. S'po te isma abeti sepse e ke shti gjithë kanin mu të përzi në privatësi që është me mojt vetëm ti me gruën tonë këtë raz, ose me vetëm ti me djalin tanë ose me vajzën tanë, ose me prindët tonë. E kjo do më hanë është që shumë prej përdorusëve të rrjetet sociale nuk din ku është ai limiti i privatësisë që mos me lënë tjetrin të përzi. Nuk ka kuptim jeta nëse del krejt gjithë shka në shesh edhe e merr vesh krejt dyjonja se qysh jetojone, qysh rri, qka ha, qka pi, kur heci, kur s'heci, kur flej, kur s'flej, kur qura, qka bëj. E kështu më radhë. E mirë, atër nëse e bojmë gjithë shka që është private, e nxjerrim shesh, pastaj po ndodhin edhe problemet. Pse se futet dikush në privatësi që nuk është dashur të më fut. Mirë, kur jemi te inteligjenca artificiale vllazëni si shpejt, inteligenca artificiale ka shumë çka flitet për to. Mirë, por rreziku i saj është shumë i madh. Për arsye se të shumë kushin ka me hub besueshmëria e njerëzve kompetent. Ka me hub vlerëshmëria e njerëzve kompetent. Edhe ka me humbaj kriteri se unë prej kujt pa e marr informacionin. Sot do më për një problem të vogël shkruan të inteligencë artificiale dhe të jep këtë informatë. Mirë, ai sigurisht ti ka mund të sakta. A din të që inteligencë artificiale mbledh çka ka të shpërndamë, të botume, të publikume dhe ti sjell tyje. As nuk të kallëzon që janë të shijave, as të sonive, as devijume, as të devijume, as filtrume, as pa filtrume, as të korrigjume. Ai ti sjell. Për arsye se puna e saj është me ta sjellë informata shpejt ose me të përpiluar ato që e keni. E kështu që edhe këtu duhet me pas shumë kujdes. Mund ndihmu po me inteligencë artificiale. Edhe ajo po na bëhet pjesë e jetës patjetër. Ajo është të na hyjë çdo sektor të jetës, sepse qëllimi i inteligencës artificiale është me ndërtu një sistem të zgjuar dhe të aftë që çka të kërkon njeri prej tina me afro. Me fut në fabrikën punë vend njerit, po. Me na mbledh informatat, po. Me përcjell filanin, po. Me bëhet, domthon çka ti kërkon njeri, me bëjë inteligencë artificiale që i thotë se në trunit njerit i thotë çka, po shati se je lodh. E kjo çka rezulton me këto? Problemi i parë është pasivizimi edhe dembelimi i trunit. Allah thotë efela yatafakkarun. Çish s'po menojnë atë. Ku me menojnë me inteligencë artificiale, hazëm i banaj, s'ka nevojë më lut. S'ka nevojë më lut. Edhe truni pasivizohet. Mo bën vaki dhe meselet që i kena ditë rreth namazit, masi ta kryj namazin, atë shkruaj tash shkruaj inteligencë artificiale, apo pas avdes as kompos. A kom prish namazin, s'kom prish. A u dosh me bose visisht, as s'u dosh me bose visisht. As çdo mos e menojnë. Pse se me kryen dikush hasër. E kështu që do ta kemi parasysh mundi, me inteligencë artificiale mirë, po asesi mos me zaventsu angazhimin e trunit në ulëmtimin, punime, mendime të mira e kështu me radhë. Pastaj besueshmëria e inteligencës artificiale gjithashtu është problem. Ose në besu me lojët, sa në besu me informacionet, çështjet e fesë. Sa e sa herë kam kërkuar unë që janë informacione shumë të cungume, masane janë të pabazume. I ka gjetë dikon, inteligencë artificiale dhe t'i ka sjellë shpejt e shpejt. Edhe po thot një ditë, njëri tha mos kemi nevojë mu lodhas për hëdbe. Veç shkruaj, ma sjell hëdben me temën kështu, edhe ta sjell një faqe dy sa dushti. Mirë. Thash, do më ta bllokoj inteligencën artificiale këtu. Tash veç shkruaje sipas se me dhëb makedon që të hëdbe, edhe e shkruajti. Tha, nuk jam profesionalist. Unë veç të kumbroj informatat për profesionalist drejt dikun tjetër. S'ka, ajo vetë po thotë se jam profesionalist. Aq më tepër që inteligenca artificiale si ofron ndjenje, si ofron ngrohtësi. Nuk i ofron shtjellime më shumë. Edhe nuk ka mundësi kurrë me zaventsu huqën. Unë me këtë. Kurrë. Ndihmohu me to punë, ama me të zaventsu huqën, me cilin ke nejt, cilin e ke pyet, je këshillu, je konsultu, ke boj dertit me ta. Kur s'ka mundësi me ta zaventsu. Ta zaventson. Mirë po, pastaj shkakton probleme dhe shkandale. Mirë. Pastaj kush e mbikëqyr këtu? Ai që i mbikëqyr. A është i besum, as është i besum. Duke lexuar për inteligencën artificiale e përmendën që
kur e kanë ndërtuar një sistem, një software për zgjedhjen e bukurisë. Ju ka dorë softveri dështum pse? Sepse ata që e kanë ndërtu këtë software kanë qenë gjithë tracës të bardhë dhe nuk e kanë parapo elementet tracës të zezë për shembull këtu. Mirë, edhe ai që i prodhon disa softvere për çështje të caktuara, edhe ai do të pas parasysh që edhe ai ka orientimin e vet, edhe i ka ideologjitë e veta. Pastaj i moshet e rreme. Pasi sot ai besohet video. Ti a mundesh me besu çdo video që e sheh sot? Se fotografisë se hiç. Nuk i besohet. Pse se me inteligjencë artificiale po bëhet gjithçka. Nëse gjithçka kam një mvesh, njerëz kur duhet më rrezu dikon një mveshje në të bëjmë çka. Bëjmë një video, to vjedh rrugë ose to bozinoz ose të Naruto se diçka tjetër. O kryp bien. Mirë, ti kush më thon po ke verifikuar